Ka ndonjë qëllim që ja keni vendosur vetes tuaj, qoftë si mjeke dhe qoftë si politikane, sepse ju sot kandidoni, kështu që automatikisht merreni në politikë. Qëllimi im i vetëm është të jem një shembull i mirë për të gjithë njerëzit që më rrethojnë. Kudo që të jem, në profesion, në politikë, në çdo lloj pozicioni që jeta do të më vendosi, unë dua që njerëzit të shikojnë tek mua një shembull të një njeriu të mirë, mbi të gjitha të një njeriu të mirë. Dua të jem shembull për familjen time, për fëmijët e mi, por dhe për të gjithë ata njerëz që siç e thash gjejnë tek unë diçka. Kështu që them që qëllimi i jetës time është të punoj, të shërbej për njerëzit. Kudo që të jem, çfarë, sepse puna jon lidhet gjithmonë me njerëzit. Dhe unë dua jetën time, çdo gjë time t'ia kushtoj njerëzve në fund të ditës. Shiko, është një ngarkesë e cila ndonjëherë ti thua do të thyen, është shumë. Por në fakt nuk është pesha ajo që të thyen, është mënyra se si ti e mban atë peshë. Dhe unë them që dua ta mbaj mirë atë peshë.